processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të rrethërisë, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin 104.1. Në studion tim kam dëftuar Abdullah Krinakun, deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës nga radhë televizjes Vetvendosje. Nderuar, përshëndetje mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, kemi shumë çka të flasmi, por nuk mundemi me ikë temës çështjes së të parë të vendit, puna apo çështja e presidentit, ku megjithëse kemi edhe 12 apo 13 ditë afat sipas gjykatës kushtetuese, e që në këtë rast nëse kemi zgjidhje alternativë do të kemi zgjedhje të reja. Ju si deputet e lëvizjes së vendosjes, si e keni pa këtë çështje, meqense po lexohet, po shkruhet dhe po komentohet që është një lloj tolerimi nga ana e kryeministrit dhe liderit të VV-s Albin Kurti që çështja e presidentit do të thotë mund të takojë edhe dikujt tjetër nga radhët e opozitës. Po të pos parasysh rendin juridik kushtetues dhe dispozitat kushtetuese që rregullojnë çështjen e presidentit, është e qartë që për zgjidhjen e presidentit duhet një konsenzus më i gjatë politik. Provohet qartë për 80 vota që janë në votim në ditën kur votohet për presidentin dhe në rundin e tretë 61 prej tyre duhet të jenë pro. Pra kemi të bëjmë me tendencën e kushtetutës që presidenti del përtej konceptin ngushtë të votave të shumicës parlamentare që e formon qeverinë. Rrjedhimisht duhet një konsensus më i gjatë e ky konsensus po provohet me umrritje 2-3 muaj që pothuajse jemi në kuadër të debatit. Unë besoj që është shumë e rëndësishme me zgjedhje çështja e presidentit për shumë arsye. E para mendoj që nëse shkohet në zgjedhje nuk kena me pas një alternativë shumë të qartë pas zgjedhjeve. Pra nuk është një zgjidhje shumë e madhe edhe çështja e pas zgjedhjeve. As kush prej partive politike nuk ka me pas mundësi me marr 2/3 me fitu edhe përfshi edhe minoritetet si pjesë e bashkëpunimit tyne. E dyta, përderisa nuk mundet kërkush me fitu 2/3, prapë ekziston mundësia e një ngërçe të tillë politik. E treta që besoj që është shumë e rëndësishme është që qytetarët i kanë nështruar vetëm gjatë vitit 2025 4 polë zgjedhje për zgjedhjet lokale dhe ballotazhin e zgjedhjeve lokale. Pra është një farë lloj ngarkese shumë e madhe që qytetarët me votua aq shpesh. Përveç saj, besoj që arsye tjetër është që nëse shkohet në zgjedhje në këtë fazë, i bën që është një farë lloj, me të thënë drejtën, ka me nxit besoj edhe një farë diskursi shumë më të thellë edhe më përçarës midis partive politike në Kosovë. Edhe një fushata e dhjetorit ka qenë një fushatë që është ndërtuar mbi programe, pothuajse për gjitha partive politike, kanë propozuar platformat e veta, idetë e veta, programet e veta, edhe ka dalë çaj rezultat që ka qenë kryesisht fushatë e qenë. Nëse shkojmë në këtë fazë, kur kemi me pas një lloj mospajtimi midis partive politike, por një post që është posti i presidentit që e kishte mbyll procesin e formimit të institucioneve pas zgjedhjeve, atëherë bën që mundësia për me pas një diskurs pak më tashpër e ndoshta edhe më përçarsh ato zgjedhje ekzistu për shkak që ti nuk e pas mundësi brenda 3 muajve me gjetë një konsensus, atëherë mbi çfarë premisi kemi hyrë këtu zgjedhje. Pra dhe e fundit që mendoj që është argument që duhet me provu gjithçysh, duhet me treguar një farë lloj pjekurie politike dhe përgjegjësie institucionale gjitha partitë politike për me zgjedhë presidentin. E din që asnjë parti politike nuk ka me pas mundësi me zgjedhë presidentin, e din që pa marrë parasysh sa kanë me qenë votat edhe rezultatet zgjedhore pas zgjedhjeve, prap 2/3 s'ka me pas askush vet, atëherë pse nuk kena mundësi me dalë për të interesave të ngushta, me reflektuar një përgjegjësi politike e institucionale, edhe me zgjedhje president që ka me përfaqësu unitetin e popullit dhe të njëjtën kohë konsensusin e partive politike. Unë besoj që në Kosovë, në përballë një mundësie të një diskursi përçarës politik të partive politike, kemi mundësi me ofru një pamje, kur gjitha partitë politike e zgjedhin një president që tregon unitetin e vendit tonë edhe unitetin dhe konsensusin e partive politike. Por megjithatë, deri me tani duket që ka vështirësi shumë serioze për gjetjen e një emri konsensual. Ju keni pa që në pjesën e deri me 5 mars ka pasur negociat midis lëvizjes vendosë dhe partive opozitare për gjetjen e një kandidati, nuk ka arrit sukses, kemi pas aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që e ka dhënë afatin edhe për deri më 28 prill. Gjatë kësaj faze po zhvilluan negociata dhe bisedime për me mujt me gjetë një zgjidhje, por që me gjas nuk kemi zgjidhje deri tash. Unë besoj që partitë politike, sidomos opozita, e kanë një tendencë për me shku në zgjedhje, edhe kjo ndërlidhet mbi 2 fakte. E para është që në momentin kur ish presidenti Osmani planifikohet që të jetë pjesë e garës zgjedhore, këto mendojnë që duke qenë
se ish presidenti Osmani është pjesë e garës zgjedhore mundet me i rrit sa do pak përqindjen e tyre opozitare. Edhe e dyta është që përderisa as LDK-ja as PDK-ja nuk kanë një koalicion me njëna tjetër, nuk kanë një bashkëveprim përmbajtësor me njëna tjetër, unë besoj që këtu duhet me shku në zgjedhje dhe pas zgjedhjeve me pas mundësi me negociu marrëveshje politike për ndarjen e qeverisë, kryetarin e kuvendit dhe presidentin me lëvizje me vendosje. Pra tendenca është me provu me shku në zgjedhje, me pas një ramje të lëvizjes dhe vendosje dhe me marrë pjesë dhe hise të qeverisë. Thjesht kemi me shku në këto zgjedhje për një parti politike ose një tjetër me i akomodu 4-5 ministra në qeverinë e ardhshme. A mund të lexojmë edhe atë që prapë vazhdon oferta me qenë më joshtë se ndoshta për LDK nga ana e lëvizjes dhe vendosja, ose ajo që për shifet e lëv për afrimi? Kështu mendoj që bashkëbisedimi ose ajo që është publike të ndodh që është një farë lloj përpjekje negocimit me dy partitë politike. Baza parimore është që lëvizja vendosje ka shpreh interesimin për me pas një emër prej partive opozitare ose disa emra derisa të gjendet një emër i përveçëm dhe mendoj që e mira kishte me qenë që dy partitë politike ose tri partitë politike opozitare me pas një emër konsensual për president, edhe që kish arrit edhe kish pas mundësi me kriju këtë vargun e institucioneve prej kuvendit qeverisë deri te presidenti. Pra, cila është më e favorshme, nuk ka këtu, besoj që nuk është një farë relevancë kjo. Relevanca kryesore kishte me qenë me pas emrat e përveçëm që kanë formim intelektual, profesional dhe veprojnë me përgjegjësi të institucionale shtetërore të zgjidhet presidenti i vendit. Pra, thjesht jemi me një fazë kur partitë politike opozitare duhet me mendu seriozisht për kandidatin i cili potencialisht mundet me e prodhu konsensusin politik edhe me propozu si emër. Një emër jashtë politikës, nuk është interesi partive politike që ta binë dikon jashtë politikës, donë se kishte dhe thot lëvizje të paktën që të ishte dikush nga familja Jashari, por u pa diçka që ishte e papranueshme për ta, dëshirën të ishin jashtë apo larg politikës. Mund të ketë një konsensus për një emër të përbashkët që është jashtë politikës dhe mos të kemi pastaj që një president, një emër i lakuar mund t'i takojë kësaj partie apo asaj partie. Po besoj më mirë ndoshta. Po kuptoj, besoj që kjo ka qenë tendenca fillestare e lëvizjes vendosje fillimisht, që ka propozuar një kandidat jashtë politikës të një familje emblematike patriotike shqiptarëve siç është e familja Jashari. Pra, baza e negocimit për zgjedhjen e presidentit të ri ka qenë premisa e një autoriteti dhe personaliteti jashtë politikës. Dhe ky ka qenë propozimi i lëvizjes vetëvendosje. Por që me refuzimin e këtij propozimi ose kësaj oferte nga familja Jashari, besoj që ekziston gjithmonë mundësia e një kandidati jashtë politikës për të qenë president i vendit. Thjesht një kandidat konsensual që është i njohur për vlerat etike e morale profesionale dhe si e tillë e fiton mbështetjen e partive opozitare. Lëvizja vendosje me partnerët e vet koalicionit ka 66 deputet, si e tillë është e pamundshme për me rri edhe 14 deputet tjerë. Pra është domosdoshmërisht ofrimi dhe mbështetja dhe bashkëpunimi me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit. Do unë besoj që partitë opozitare para se me kalkulu për emrat e përveçëm të partive të veta, prapë mendoj që kishte me qenë shumë e udhës me mendu për një kandidat jashtë strukturave politike, por që e përfaqëson unitetin popullor e të njëjtin kohë dhe konsensusin politik. Pra besoj që kishte me qenë shumë e udhës me pas një kandidat jashtë politikës, megjithatë pa marrë parasysh në politik apo jashtë politikës është e rëndësishme të ketë një kandidat që ka konsensusin e partive politike. Atëherë nderuar, dalëm tek një temë tjetër, pra jeni në Komisionin për Politikë të Jashtme dhe Diasporë, nëse nuk po gabohem. Cilat janë prioritetet kryesore të këtij komisioni, pasi që ne siç e dimë një pjesë të madhe të kosovarëve apo shqiptarëve kemi në diasporë, mandej edhe partia të cilën ju përfaqësoni ka marrë një numër të madh votave nga diaspora. Çfarë prioritetesh ka ky komision? Komisioni për Politikë të Jashtme dhe Diasporë është komision funksional brenda Kuvendit Kosovës. Si e tillë ka përbërë deputetëve për gjitha partive politike në përpjesëtim me numrin e deputetëve ose përqindjen që është brenda Kuvendit Kosovës.
si e tillë ka miratuar në javën e kaluar programin e vet vjetor dhe kemi aprovuar në mënyrë unanime për gjitha partive politike pjesëmarrëse, për gjithë deputetëve të partive politike pjesëmarrëse në këtë komision. Në këtë program vjetor kemi përcaktuar prioritetet edhe detyrat të cilat përkojnë me fushëveprimtarinë e këtij komisioni. Fillimisht në kuadrin e përgjithshëm këtij është zhvillimi i agjendave, programeve dhe punëve që ndërlidhen me politikën e jashtme dhe diasporë, ndërlidhet me mbikëqyrjen e Ministrisë për punë të jashtme dhe diasporë dhe të njëjtën kohë ka përgjegjësi dhe kompetencë hartimin e aktimin apo ndryshimin e ligjeve që ndërlidhen me politikën e jashtme për të njëjtën kohë edhe ligje për diasporën. Dhe në kuadër të besoj që është një plan gjithëpërfshirë që është përfshin kuadër të planit të punës një vjeçar nga komisioni dhe besoj që në kuadër të këtij plani, ku përfshihet edhe raportimi i ministrit të punëve të jashtme, mbikëqyrja e politikës të jashtme të ministrisë, aktivitetet dhe puna që bëhet me diasporën, ligje për diasporën, ligje për protokollin shtetor dhe shumë aktivitetet e tjera ose veprimtaritë të tjera që ndërlidhen me punën e jashtme dhe me diasporën. Është e vërtetë që në kuadër të kësaj është shumë e rëndësishme që është edhe pjesa e diasporës dhe besoj që e dim gjithë që diaspora e Kosovës ndoshta është 35%, 45% e numrit të gjithë bashkën të popullsisë tonë që jetojnë jashtë vendit. Besoj që duhet të jetë prioriteti kryesor i punës. E poshtë edhe ministri i punëve të jashtme ishte në Tiranë këtu 2 ditë kur organizohet konferenca mbarkombëtare e diasporës dhe ku marrin pjesë edhe institucionet shqiptare të Republikës ose personalitetet politike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe të njëjtën kohë të Shqipërisë, ku trajtohen edhe tema me interes për diasporën. Unë besoj që komisioni ka me bazë programit ka planifikuar edhe aktivitete dhe agjendat përbashkëta me diasporën, ku ndërto përfshihen edhe vizita të ndryshme, pritje, ideja artikulimit të projekteve dhe planeve që mundet të jenë funksion të përgjithsisht shoqërisë tonë dhe vendit tonë, dhe besoj që këtu janë ato kompetencat e përgjithshme të këtij komisioni që dhe plani punës një vjeçar i këtij komisioni në kuvend. Atëherë, si mund të përfshihen më shumë shqiptarët jashtë vendit në vendimmarrje sipas jush? Po besoj që për përfshirjen e shqiptarëve diasporës në aktivitetet e përgjithshme të Kosovës mendoj që duhet me qenë disa instrumente. E para, mendoj që institucionet shtetërore duhet me pas një afërsi shumë të madhe me diasporën tonë. Kjo ndërtohet edhe në bazë të ligjit për diasporën, ku përcaktohet veprimtaria, aktivitetet dhe mënyra e ndërtimit të raporteve midis institucioneve shtetërore dhe diasporës. Kjo besoj që është e rëndësishme që ligji për diasporën me u zbatuar në përpikëri shtoksoj edhe mundësinë e plotësim ndryshimit apo amandamentimit të këtij ligji edhe me fushat e tjera të cilat vijnë si propozime diasporës. Pra, një pjesë e madhe e diasporës mendon që duhet të ketë afërsi shumë të madhe të institucioneve, aktivitete shumë të madhe të përbashkëta, mbështetja financiare e shkollave shqipe në për shumë vende, mbështetja e aktiviteteve kulturore në për shumë vende të botës në përgjithësi, dhe gjitha këtu duhet mendohet se cilat janë format më të mira të mbulimit të organizimit të shpenzimeve financiare të shkollave shqipe, të mësimit të gjuhës shqipe në për vendet të ndryshme të botës. Është edhe një mundësi e bashkëpunimit në këto tema edhe me Shqipërinë, duke pas parasysh që ekziston në diasporë e madhe edhe e shqiptarit të Shqipërisë dhe thjesht duhet me gjetë një mënyrë sa më shumë për me hap shkolla shqipe në për shumë vende ose pothuajse çdo vend ku shihet me interes ose me kërkesë prej diasporës. Unë besoj që shkolla shqipe është me rëndësi shumë të veçantë, aktivitetet kulturore janë të rëndësishme, qendrat kulturore fetare janë pashtu shumë të rëndësishme. Ne dim që një element ose një instrument shumë i rëndësishëm edhe i rujtjes gjuhës shqipe, edhe i kulturës shqipe, edhe i traditave zakoneve tona, ndërlidhet edhe me besimin fetar. Shumë qendra kulturore fetare shqiptare nëpër Evropë dhe nëpër botë në mënyrë të vazhdueshme mbajnë gjallë aktivitetet kulturore e kombëtare, shënimin e festave kombëtare, e të njëjtën kohë edhe festave fetare. Besoj që duhet të ketë parasysh edhe aktiviteti i qendrave kulturore fetare nëpër diasporë, për shkak se ato për momentin janë shndruar ndoshta në promotorin kryesor të kulturës shqiptare nëpër vende të ndryshme të botës. Në të njëjtën kohë janë qendra ku promovohen traditat tona, promovohet identiteti jon, ruhet gjuha shqipe, mësohet gjuha shqipe, pa marrë parasysh cilat vende. Ne kemi në për shumë shtetet Evropës, në qendrat kulturore të shqiptarëve, ku është edhe xhamia, janë edhe
klasat e mësimit të gjuhës shqipe ose të edukimit përgjithësi kulturor kombëtar. Kjo ndodhet edhe në Evropë, edhe në Amerikë, aty ku ka qendër kulturore, fetare, shqiptare të organizuar mirë, në jetën ku ka edhe aktivitete edhe promotor të kryesor të aktiviteteve kombëtare janë vetë këto qendra kulturore fetare. Pra këto janë një tërësi e instrumenteve që ne duhet më pas parasysh, me u vizitu, me u parafru, me pas planet përbashkëta, për me mujt me rujt diasporin ton edhe me mujt me mbjell dashnin edhe për vendin, edhe për gjuhën, edhe për besimin të tritë dhe të treja tonë. Si keni parë ose si vlerësoni punën e qeverisë së lëvizjes vetëvendosje deri më tani? Po duke pas parasysh që kemi një kohë pothuajse 3 mujore tek kësaj qeverie, unë besoj që në 2-3 segmente janë pozitive. Është dinamika shumë e shtuar me hartimet e ligjeve të cilat janë bazike për vendin tonë. Do thonë veç para pak ditësh janë miratu një pako prej 10 ligjeve ku janë të rëndësisë të veçantë shumë prej tyre, si është ligji për sigurimin shëndetësore, ligji për banimin social, ligji për çmimet tavan, në fakt projekt ligje këto të gjitha, dhe kjo bën që ka një dinamikë shumë më të shtuar të aktivitetit të hartimit të legjislacionit që prek direkt jetën e qytetarëve. E dyta është e rëndësishme shumë aktiviteti i qeverisë i shtuar për në bashkëpunim me Kuvendin për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ku Kosova është përfituese miliona eurove si rezultati këtyre marrëveshjeve. Kto besoj që kanë kaluar pothuajse të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare deri më tani dhe e fundit që është në proces është edhe marrëveshja për bordin e paqes. Këto të gjitha marrëveshje kanë sjell ose prekin direkt interesin tonë dhe janë përfitues qytetarët e vendit tonë dhe shtetit jonë. E treta që besoj që është aktivitet pozitiv i qeverisë asaj kohe është përpjekja serioze për hartimin e një plani qeverisës 4 vjeçar që ndërtohet mbi drejtësinë sociale, zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe begatinë e përgjithshme të vendit tonë. Pra mendoj që mbi këto shtylla një plan që pritet të vijë në Kuvend që ndërtohet mbi premtimet elektorale të fushatës së dhjetorit të vitit 2025, besoj që janë disa prej punëve që qytetarët kanë me ndje efektin pozitiv në jetën e tyre direkt. Besoj që këtë kjo punë që ka ndodhur gjatë këtyre 2-3 muajve, edhe në aspektin financiar të mirëqenies, është pozitive mbështetja financiare e sektorit publik, kuptimin e pagës 13, përgatitja një pakoje tjetër financiare për përballimin e ngritjes së çmimeve dhe inflacionit që po ndodhen në Kosovë për gjitha kategoritë e ndjeshme brenda shoqërisë. Besoj që është e rëndësishme kuptimin politik, formimi i ministrisë për punë, familje dhe vlerat e luftës lirimtare. Pra këto janë disa prej elementeve që ishin pozitive në këta dy muaj të qeverisë. Sipas jush si ka qenë menaxhimi i kësaj krize të sapo filluar për shkak të zhvillimit në lindjen e mesme, çështja e derivateve apo ngritjes së çmimeve, pasi që shumë vende në rajon ka marrë disa masa, ndërkaq në anën tjetër Kosova nuk e ka pasur të arsyeshme, konkretisht ministra që ka thënë se nuk është shumë i rastishme që të marrë me do thotë çështja e akcizës sepse dëmtohet buxheti kështu më radh. Por nëse dëmtohet buxheti, po dëmtohen në një anë tjetër qytetarët e Kosovës që tash dytë e fundit kemi ulje të çmimit, por ndryshe jemi shtyr me Gjermaninë dhe vendet evropiane se përket çmimit të derivateve. Po besoj që çmimet e derivateve ka qenë përgjithësi të larta për disa javë, ndoshta për disa ditë. Edhe ka nisë tash një ramje, mendoj që gjatë kësaj kohe qeveria ka bënë punë, ka bërë kontrollin e mos rritjes të çmimit të karburanteve përtej mundësive reale ose përtej racionalitetit të fitimit. Aspekti i heqjes besoj që e ka pasur një debat Kuvendi i Kosovës për sa i përket përshkallëzimit ose heqjes së akcizës dhe zbritjes së TVSH-s për karburante. Kjo besoj që ka qenë një debat i gjatë i propozuar nga partitë opozitare. Qeveria nuk e ka pasur arsyeshme heqjen e TVSH-s dhe të akcizës për shkak që planifikon ta mbulojë këtë pjesë të inflacionit përmes një pako prej 200 milionë euro. Besoj që nuk e pas parasysh në përgjithësi rritjen e çmimeve, krizën ekonomike ose sfidat ekonomike të cilat është pothuajse një pjesë e madhe e botës në këtë kuadër dhe vendi jonë, mendoj që nuk mund të zgjidhet problemi mbi baza parciale dhe ndamas, por duhet të ketë një plan gjithëpërfshirës, një plan universal ku e mbështet direkt qytetarin e Kosovës për përballimin e kësaj sfide. Mendoj që një prej këtyre instrumenteve për përballimin e sfidës është projekt ligji për çmimet tavan, ku nuk i lejon
bizneset për me kesh përdorë situatat edhe krizat me rrit çmimet në mënyrë enorme, sidomos për çmimet po flasim për produktet bazike që janë të shfrytzueshme për ditë. E dyta është pakoja e mbështetjes financiare për punëtorët e sektorit privat, fëmijët, lehonat, pensionet, nxënësit, studentët. Kjo do të jetë besoj shumë e dobishme për të gjithë dhe në kuadër të saj përveç projekt ligjit për ligjet tavan, pakoja financiare duhet njëjtën kohë edhe të ketë një sforcim të punës së inspektoriateve të ndryshme për kontrollin e çmimeve, kontrollin e zbatimit të kontratave të punës dhe gjitha këto besoj që kanë me rrit mirëqenien e gjithëbashme të popullit tonë. Atë nderuar, faleminderit që ishe pjesë të këtij misioni. Faleminderit që kishim përset. Të nderuar me shihemi nesër në të njëjtën kohë, deri atëherë mbeteshim me programet në RTI-s. Kush janë ekspertët që